Rikthehem për një ndër momentet më të bukura në fakt programit ditën e sotme, sepse Marsi Simo do më tregoj pak më shumë në lidhje me këto piktura të cilat sollën dhe grumbulluan të gjithë fëmijët të kujdo, edhe ata të gjithë të cilat kanë aftësi të ndryshme, do thoja. Që i përmbledh të gjithë, edhe ata që pikturojnë, edhe ata që nuk pikturojnë, edhe ata që kanë dëshirë që të shprehin një dëshirë, edhe ata që nuk e kanë mundësinë për ta shprehur atë dëshirën, edhe ata të cilët kanë dëshirën e madhe për të vrapuar, edhe ata të cilët nuk e kanë dot aftësinë për të vrapuar, por bëhen të gjithë bashkë për të treguar çfarë ka ndodhur në të vërtetë me këto pikturat edhe çfarë mesazhi japin ato. Marsi, mirë se vjen. Mirë se i gjeta. Por jo vetëm, kam edhe Margenin. Mirë se vjen Margeni. Kam Sonjën, mirë se vjen Sonja. Kam edhe Devisën, mirë se vini që të... Marsi, çfarë ndodhi në aktivitet? Më thuaj diçka. Është një aktivitet ku ne donim të bënim bashkë, nuk do ta përmend fjalën komunitet, por gjithsesi jemi një grup prindrish që duam të angazhojmë fëmijët me aktivitete të cilat janë për moshën e tyre. Kemi bërë dhe të tjera në formë dhe konkursesh që fëmijët dhe të garojnë me njëri tjetrin, por kjo herë ishte që të gjithë fëmijët do ishin fitues, mjafton të sillnin një punim. Kishte fëmijë me autizëm, fëmijë tipik, fëmijë të moshave të ndryshme dhe duke u bashkuar, kjo do na bënte një ur lidhëse edhe për aktivitete të tjera, sepse edhe prindit mund të sugjeronin. Dhe arti nuk është thjesht një penelat, është një metodë për të shprehur botën e brendshme, ne do t'japim më shumë pjesës së artit edhe më tepër fokus. Dhe them se fëmijët vërtet na kanë manitur, ndoshta dhe janë ndihmuar nga prindrit, por kjo nuk duhet parë si problematik, duhet parë si një lloj bashkëpunimi, edhe një kohë e kaluar bashkë. Se dikur ne pikturonim edhe se tregonim që na ndihmonin prindrit. E vërtet, e vërtet. Ndërsa tani është e bukur kur tani ku ta gjejmë një prind që qëndron me fëmijën edhe angazhohen. Marsi, përpara se të përfshij këta, se me këta do ta kemi intervistën unë. Ti nuk do flasësh shumë sot. Më thuaj, pse ishte e rëndësishëm, i bëri bashk, i lidhi fëmijët me njëri tjetrin si aktivitet? Ose janë vërtet të integruar të gjithë fëmijët me aftësi ndryshme në shoqërinë tonë? Nuk janë të integruar, nuk dua të futem shumë ligjeve dhe mundësisë edhe jetës reale, të gjithë ne, të gjithë fëmijët kanë në klasë, në mos do të kenë një fëmijë me aftësi të kufizuar, kryesisht ne tani luftojmë për autizmin, për fëmijët me autizëm të cilët kanë nevojë për një mësues ndihmës, por që nuk është i mjaftueshëm qëndrimi 2 orë që mësuesi ndihmës i bën. Dhe përveç formës, pjesës formale që është shkolla, edukimi formal, është e nevojshme edhe për edukime të tjera që janë jo formale apo informale. Dhe edukimi jo formal është përmes këtyre aktiviteteve. Sa të mundur janë që ata të shihen po njësoj, pra të bashkojnë, pa që nevojë që unë ta marr ta shtyj djalin tim, vajzën time që bëu shoqe. Dhe fëmijët e kanë këtë të mirë. Mjafton pra vendi, ne prindërit i heqim këto paragjykime dhe të bëhemi bashkë. Dhe pa që u bë shumë lehtësisht, pa që nevojë të unë të isha i dirigjent apo fëmijët i e bën. Asa mirë. Tani duhet të tregojmë pak pikturat, çfarë ka përgatitur. Margen, çfarë ke përgatitur ti aty? Çfarë ke pikturuar? Kam pikturuar një fëmijë që është me karrotë dhe po tregon që ai di të vizatoj shumë mirë. Dhe ne kemi shumë gabim kur themi se fëmijët me aftësi të kufizuar nuk din të bëjmë shumë aktivitete të ndryshme, sepse ata mund të bëjnë shumë aktivitete të ndryshme. Po ti si e krijove këtë ide? Duke menduar që Çfarë mendove? Mendova të vizatoj një fëmijë me karrocë, sepse karroca është një simbol me aftësi të kufizuar, dhe këtu vizatova, domethënë që ai di të vizatoj që të shikojnë edhe talentin e tij, atë aftësinë që se të gjithë ne kemi nga një aftësi, e cila vjen pak ndryshe nga njëri tjetri. Shumë e bukur. Keti ndonjë shok, ndonjë shoqe, dikë që njeh që ka një aftësi të kufizuar? Jo, nuk kam, po nëse do kisha shok, do ta ndihmoja. Falenderoj shumë për mesazhin. Shumë pikturë e bukur. Faleminderit. Ku ta vendosësh atë pikturë? Te dhoma ime. Jo, sepse ne para se ta vendosim te dhoma, ne do t'i marrim të gjithë punimet e fëmijëve, se këto i morën prapë nga arkiva, dhe duam të bëjmë një libër. Një libër së bashku me mesazhet e fëmijëve. Ndoshta duket diçka e thjeshtë, por që është diçka që brenda simbolikës do të tregonte shumë. Edhe urojmë që edhe të na mbështesin. Po mirë, pikturën ai do ta mbaj. Po pastaj do rikthehet. Sonja, cili është mesazhi që ti do t'japësh aty? Sonja më trego pak për pikturën tënde. Sa kohë të mori kjo pikturë aty? Kjo piktura më mori 3 orë. Sa vjeç je ti, Sonja? 9 vjeçë. 9 vjeç? Shumë bukur. Kjo piktura është disa njerëz duke mbajtur botën dhe mesazhi i kësaj është që
Edhe pse njerëzit janë të ndryshëm, prapi kanë të drejta të barabarta. Pse mendove këtë pikturë ti, për shembull dhe jo një tjetër, jo si Devisa apo jo si Margeni? Unë mendova këtë sepse në botë ka disa njerëz me aftësi të ndryshme dhe me ngjyra të ndryshme. Edhe ti e shikon që ka një lloj paragjykimi në shoqëri? Po. E mendon? E di çfarë është paragjykimi? Jo, s'ka problem. Mos do ta mësoj më vonë. Bëri shumë mirë që më the jo se gjërat që nuk i dim duhet i themi jo. Po paragjykimi është ndonjëherë që unë nuk të njoh ty dhe unë mendoj dhe them diçka për ty e cila në fakt nuk është e vërteta edhe të mbaj larg sepse kam këtë, po të perceptoj kështu për shkak të etnisë që mund të kesh, për të shkak të një aftësie që mund të jetë ndryshe. Ti ke ndonjë mik, ndonjë shok, shoqe që është me aftësi të veçantë, dikë që ti e njeh që është me aftësi të kufizuar? Jo, nuk kam. Po edhe nëse do kisha, do t'i ndihmoja. Do t'i ndihmoja. Ke të ka rastisur ndonjëherë të ndihmosh dikë për shkakun në rrugë apo? Po. Të ka rastisur? Po. Si e ndjer? Mirë, shumë mirë. Se është gjithmonë mirë kur Kur ndihmon tjetrin. Është shumë e vërtetë. Sidomos në vendin tonë që kemi mungesë të rampave, që është shumë thelbësore edhe për nënat prindrit që shtyn karrocën, por gjithashtu edhe për personat që janë me karrocë me rrota. Shumë e bukur. Tani tek Devisa. Devisa ti më thuaj pak për pikturën tënde. Unë kam vizatuar dy njerëz që po ecin në vizat e bardha, që dy njerëz me aftësi të kufizuar po ndihmojnë njëri tjetrin. Të dy bashkë janë me aftësi të kufizuar. Nuk shohin dot, apo? Nuk shohin dot. Dhe mesazhi çdo hap ka vlerë është që nëse ne kemi ndihmë për njerëzit me aftësi të kufizuar, ato mund dalin edhe vetëm si për shembull njerëzit që nuk mund të shohin duan një njeri që ta shoqërojnë sepse mund të përplasen me makina dhe me gjëra të tjera. Ti nga u frymëzove për këtë pikturë? Unë frymëzova duke menduar, duke edhe në moment me edhe kjo mendim. Dhe të erdhi dhe ti mendove, pse ke parë dikë ti për shkakun që nuk mundet dot që të shoh, edhe që ka patur problem të kaloj te vijat e bardha apo që... Po dhe e kam ndihmuar. E ke ndihmuar ti? Po. Bravo, të lom, çfarë tha? Më tha shumë faleminderit. Shumë bukur. Të ka ndodhur në Shqipëri apo kur ke qenë jashtë? Jo, në Shqipëri. Në Shqipëri. Mirë, shumë e bukur kjo. Pra, ju mendoni që të vegjëlit kanë më të lehtë për të kuptuar dhe për të ndihmuar dikë se sa një të rritur? Si mendon ti, Devisa? Kush ndihmon më shumë, të vegjëlit apo të rriturit? Unë mendoj që të vegjëlit. Të vegjëlit ndihmojnë më shumë? Po ti, Sonja, kush mendon? Unë mendoj që të vegjëlit ndihmojnë më shumë. Të vegjëlit mendon dhe ti më shumë? Po ti, Edhe unë, mendoj që të vegjëlit. Po pse? Sepse të vegjëlit ka më shumë, besoj se të vegjëlit duan më shumë të ndihmojnë të tjerët. Se sa të rritur? Po të rriturit pse jo? Po se... Janë të zëna ata shumë. Po, në punë. Me punë, ka shumë punë të rriturit. Marsi, për ta mbyllur këtë bisedën e këndshme bashkë. Cili do jetë aktiviteti i radhës? Ne duam të bëjmë për fund vit aktivitetin e kartolinave dhe t'i ftojmë fëmijët që të bëjnë kartolinën e tyre. Do shta do ta mendojmë dhe kujt ja dërgojmë këtë kartolinë, sepse ne jetojmë në Tiranë dhe kemi më shumë mundësi. Por imagjinoni fëmijët e tjerë që janë në rrethe, edhe pse na erdhën fëmijë nga Durrësi apo dhe qytete më tej. Por do donim që ta bënim këtë kartolinë, se jo ndoshta për t'ia dërguar një fëmijë që është larg, edhe pse në këtë Shqipëri tonë të vogël, duam që ta afrojmë më shumë zemra, sepse kur flitet me zemër, fjalët janë të thjeshta dhe them që mund të bëhen disa ndryshime të vogla dhe gjithmonë kur vjen fundi vitit ne shtymi të bëjmë këto reflektime, edhe qofshin të mbara edhe të realizueshme për vitin e ardhshëm. Edhe unë ashtu uroj. Ju uroj shumë suksese, faleminderit shumë që ishit me mua në studio. Unë ndjet mirë apo? Shumë mirë. Ha? Nuk janë kaq të urtë zakonisht, ëh. Po pra, po di që s'janë kaq të urtë, dihet, këta janë uragan. Uragan janë. Marsi, faleminderit shumë. Edhe ju uroj shumë suksese në pikturë. Çfarë doni ju të bëni? Çfarë do ti, Devisa, të bësh? Unë kur të rritëm duhet të bëjmë arkitekte. Arkitekte, Sonja? Doktoresh. Doktoresh? Basketbolist. Basketbolist. Mrekulli, ju uroj shumë suksese. Shqyqy që s'do në të më zini mua vëndin. Kur të rriteni.
Faleminderit, Marsi. Pas pak do të ndalim tek një bisedë me festivalin, për festivalin e 64, sepse do të kem Coloreton këtu, i cili do më tregoj pak më shumë për skenarin, por jo vetëm, çfarë do të përmbajnë ky festival i radhës.